Shoqata e kujdesit paliativ është një shoqatë me njerëz vullnetar, infermier dhe mjek. E krijuar si një nismë një grupi mjekësh, si rezultat i sensibilizimit të kryebashkiakut Sedini për numrin e madh të sëmurëve me kancer, tashmë kjo shoqatë ka edhe drejtuesit e saj. Dr. Bujar Kloqëri është kryetari i shoqatës, ndërsa nënkryetarët janë mjekët Pierin Xhovani dhe Ilda Manu. President nderi i kësaj shoqate është kryebashkiaku zoti Qazim Sedini. Kryetari i shoqatës Bujar Kloqëri thotë se tashmë janë bërë hapat e para dhe sensibilizimi ka qenë i madh, duke bërë të mundur krijimin e një shoqate për të sëmurët terminal. Tani jemi në procesin e marrjes të bulave, të numrit, llogarisë në bank, janë ca procedura që kanë çik burokraci. Edhe besoj që nga java tjetër ne i mbyllim të gjithë këto problemet burokratike. Edhe do filloj nga puna kanë filluar, domethënë kanë evidentuar të rastet të smurve edhe kanë filluar të ndihmojnë. Në panajër u mblodh një kontingjent të ardhurash i vogël, me ato po shfrytëzojmë që të ndihmojmë këta të smurë. Drejtori rajonal i Shëndetit deklaron se rastet e shumta të sëmurëve me kancer kanë ndërhequr vëmendjen e Soros, që gjithashtu ka ofruar ndihmën e tij për të përgatitur për këtë shërbim të ri që do të ofrohet në Elbasan. Na është ofruar Sorosi si ndër donatorët e parë që kanë mundësuar të gjitha llojet e trajnimeve të këtij grupi vullnetarësh, po edhe nga biznesi i vendës ne janë ofruar goxha njerëz të cilët duan të bëhen antar të kësaj shoqate. Së shpejti besoj që brenda muajit prill ne do bëjmë mbledhjen e asamblesë, ku do të zgjidhen dhe strukturat e tjera të kësaj shoqate. Edhe do të fillojmë punën në drejtim të dhënies ndihmës të gjithë këtyre llojeve smurëve. Shoqata e kujdesit paliativ pritet të ketë edhe një godinë të saj që do të zgjidhet si një bashkëpunim i institucioneve në vazhdimsi. Rastet e shumta me kancer ka bërë që të rritet më shumë sensibilizimi për të kujdesur për këta të sëmurë, si dhe sëmundjet e tjera të pashërueshme.